Shikues nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi ditën e sotme tek disa zhvillime të rëndësishme. Do ta nisim me protestën e Partisë Demokratike, e cila ka ndodhur mbrëmjen e dieshme, dhe më pas do të vazhdojmë edhe tek çështje tjera, por fillimisht për të ndalur tek kjo çështje, ndjekim insertin dhe më pas rikthehemi. Se siç e shpëtuam opozitën kur dolin ta zhduknin, do shpëtojmë Shqipërinë, do shpëtojmë shqiptarët, do japim vendin që meritojnë. Nda edhe rrofsh ju, rrofsh Shqipëria, fitore, 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 faleminderit. Këto ishin pamjet nga protesta e ndodhur ditën e dieshme nga Partia Demokratike. Për diskutuar ditën e sotme mbi këto zhvillime dhe tjera, kam të ftuar zotin Skënder Dika, ish deputet në Parlamentin e parë pluralist 1991 IPD dhe së fundmi më 11 maj kandidat për deputet i Partisë Demokratike në zonën e Shiakut. Zoti Dika, ju përshëndes, kënaqësi jeni me mua sot. Përshëndetje juve dhe gjithë shikuesve të televizionit tuaj. Zoti Dika, do doja ta nisnim fillimisht me pamjet që sapo pam pra nga protesta e ditës djeshme e Partisë Demokratike. Si e keni parë ju këtë protestë? Si e keni lexuar dhe ndërkaq që ishte një mesazh i drejt për drejt politik për qeverinë, apo nga ana tjetër është edhe një reflektim për të gjithë pakënaqësinë qytetarëve nga të gjitha zhvillimet që po ndodhin në vendin tonë? Unë besoj të mos kem qeni vetëm, si unë dhe qindra dhe mira shqiptarë të tjerë brenda dhe jashtë Shqipërisë e kemi ndjekur me shumë vëmendje, jo vetëm protestën mbrëm, por gjithë situatën politike që po zihen si një gërgulje vulkani prej javësh apo muesh, mund të themi, kohët të fundit në Shqipëri. Unë dua që të mos bëj pjesë tek ato njerëz që i shohin këto ngjarje si sergji. Nuk i ka luksin asnjë shqiptar, asnjë intelektual, asnjë punonjës i medias, asnjë artist, ti shofi këto ngjarje në këtë formë mënyre. Unë i shoh me dhimbshurinë e një vetari, i shoh në dobinë e dheut, sepse situata sot në Shqipëri, kur është dhe konga e Qelintanës që thot la situazione non è buona. Situata në Shqipëri nuk është e mirë. Unë jam një ndër themeluesit e Partisë Demokratike dhe deputet i Parlamentit para pluralist, por nuk kam në asnjëherë në batakun e militantit. Do të kisha pranuar me shumë qetësi morale, edhe një qeveri si të majtë, mjafton punonte në dobi të atdheut, në dobi të shoqërisë. Por nuk e gjeta kurrë të dëshirën time dhe vazhdoj të mbështes partinë që kam hedhë gurë në themelet e saj, që është 90-ën. Për këtë erdha pas 28 vjetësh në emigrim dhe u kandidova me kërkesë të demokratëve të zonës Shiakut përsëri për kandidat për deputet. Thënë këtë, unë e thash dhe në fillim, nuk jam një militant që veproj me logjikën e tifozërisë, por jam munduar gjithmonë të veproj me logjikën e njeriut të përgjegjshëm, gjithmonë në dobi të shoqërisë dhe të atdheut. Protesta e mbrëmshme dha dy mesazhe të fuqishme. I pari ishte për të thënë kësaj qeverie të papërgjegjshme
totalmente plotësisht e kapur nga krimi, e kapur nga njerëz me një ego të pallogaritshme për t'u pasuruar, sepse opozita ekziston, ka dhe motorët e ndezur, është aty me gjithë problemet e saj, por në të njëjtën kohë, por t'i thonë dhe drejtuesve të Partisë Demokratike, si populli shqiptar nuk është i gjithë i blerë, nuk është i gjithë i frikacak. Populli shqiptar e ka kurajën për të reaguar, por në kryesinë e Partisë Demokratike shoh që ka një shkputje të madhe me bazën e demokratëve në terren. Unë kam pas rastin me që u përfshiva në zgjedhjet politike me 11 maj të vizitoj oborrin e Partisë Demokratike dhe kur atje mungon dhe Berisha, edhe klubi, edhe praktikisht ishte poshtë. Kur atje ishte i pranishëm në zyrë doktor Berisha, nuk gjeshe vend ku tulesh as klub, as ku të futesh në makinë tek oborri. Çfarë tregon kjo? Tregon që kemi një lloj monizmi politik edhe mbren strukturët e Partisë Demokratike. Ato generalet që doktori Manafër, ato vegjetojnë në hijen e doktorit. Unë me thonë drejtën, doktor Berishën e kam vlerësuar vazhdimisht, se është njëri me kurajo, unë jam shjakas dhe në shjakësit disa element burris i pëlqejmë dhe i vlerësojmë. Doktor Berisha është burr, po dhe fjalën e madh, është trim atë që din e thot, për këto cilësi jam i namoruar me te. Natyrisht, kush ka pushtet, kush ka bukë do bëjë detyrime, njerëzit e akuzojnë për kush ka gojën lirë fordën për hirë, për çështje e vërteta me qeverisin e doktor Berishës dhe të Partisë Demokratike dhe të gjithë atyre demokratëve, se nuk është morale ta privatizosh meritën. Demokracia nuk erdhi as nga Skënderbeu, as nga Sali Berisha, as thjesht nga Partia Demokratike, që një vullnet i akumuluar për 45 vjet nga vujtjet e diktaturës komuniste. Ne na përzgjodhi fati qem të paret që u futëm, por nuk më të themi kur që jemi ne, sepse unë kam qenë në Tiranë ato vite 90-91, nuk më të harroj kur ato heroizmat të tirancëve që përballeshin në rrugët e Tiranës pa thirr, pa sjell me autobuse njerëz nga rrethet, me vullnetin e tyre dolën dhe mbështetën lëvizjet demokratike. Në fakt, zoti Dika, do duhet të kishte një reagim edhe mbas protestës së ditës djeshme nga ana e qeverisë apo nga vetë ana e kryeministrit Edi Rama, por deri në orët e para të mëngjesit të sotëm nuk ka pasur asnjë reagim. A lexoni këtë mungesë reagimi si një shmangje në dialog apo si një nërvlerësim të zërit të opozitës nga ana tjetër, por edhe të vetë qytetarëve? Shikoni zonjë nderuame, zakonisht reagon me ballë hapur njeriu që ka moralin e pastër. Njeriu që ka durët e pista asnjëherë nuk përballet siç përballen burrat, por përballet siç përballen horrat. Dhe ju e dini që horrat gjithmonë ndjekin rrugët e natës, jo rrugët e dritës. Drita e verbon horrin. Përballja është dritë. Njeriu që s'ka fryk, njeriu që ka durët e pasta, del aty dhe thotë urdhoni, jam akuzuar për te, por unë jam ky. Po si mund ta thonë atë që unë jam ky? Kjo qeveri që ka shit copa Bregdeti. Kjo qeveri që ka shembur teatrin kombëtar për të hapur një shesh ndërtimi. Kjo qeveri që po betonizon Tiranën, po heq me dom dentisti çdo fije bari në qendër të Tiranës. Unë kam pa aty këtë trekon që këto ditë ke ardhur për të bërë 35 vjetor e Partisë Demokratike, ku ka qenë ai trekon që kushtari pa njohur, një gradiçet që kishte hyrë sipër, i kishte marrë frymën. Në vitet 91 aty ka qenë një lurish që zbriste para parlamentit, deri ke rruga Elbasanit vetëm lurish ishte, asnjë gjë tjetër. Sot e kishte myt betoni dhe parkeqi, po ato parakolpet e makinës po hyshin brenda monumentit aty këtë trekon. Imagjinoni çfarë babëzie politike për të pasuruar. Kjo qeveri që do të sheme dhe portën e Durrësit për të pasur shërbime dhe sheshën ndërtimi oligarkëve dhe vetë. Kjo qeveri që vjen urët nga tuneli, kjo qeveri që është duk si David Copperfieldi atë djegësin e Tiranës. Edhe njerëzit heshtin. Është e vërtet që pushteti ka ofiqe, është e vërtet që gjithë to lekët e vjedhur rishpërndahen për të blerë njerëz, po s'mund blesh një popull, nuk mund ta blesh gjithë popullin. Prandaj unë e bona ky shvillim thirrjen për intelektualët, për artistët, për punojësit e medias, për njerëzit e ndershëm, reagoni më çdo ditë, nuk është e zemë se Sali Berisha nuk jeton më, zemë se Partia Demokratike ka gabim. Po pse kështu do rrinë me tash?
Nuk është vetëm Partia Demokratike opozit, ka edhe shumë parti tjera. Qartë. Mëse dalim aty me karrige për të rritë kredet personale politike, bashkëpunojmë forcat dhe të themi stop. Sa është gjënov, janë 750.000 pensionisti nuk kapin punën e muajit në Shqipëri. Por nga ana tjetër, zoti Dika, ka edhe një pjesë të qytetarëve të cilët janë shprehur të lodhur nga të gjithë tensionet, por nga të gjithë bumi që po ndodh tashmë në Shqipëri me akuza ndaj qeverisë, me akuza ndaj Partisë Demokratike. Ju sot si pjesë e Partisë Demokratike, pra kur them Partia Demokratike jeni edhe ju sepse jeni aktualisht pjesë e saj, por edhe vetë Partia Demokratike këtu në Shqipëri, çfarë duhet të thonë qytetarëve mbas kësaj proteste që ndodhi ditën e djeshme? Unë mendoj që Partia Demokratike po e bon detyrën e vetë me gjithë problemet që ka brenda saj, por duhet të përshkallëzoj radikalizimin e veprimeve të veta. Me fjalime është lodhë si demokrati si qytetari ndershëm. Duhen veprime. Unë t'je i bërë në koment dhe doktor Berishës dhe ja the hapur se du t'jem gjithmonë i ndershëm me veten time dhe me njerëzit që më rrethojnë. Doktor dhe shkoj qeveri po vjell haptës, edhe opozitët do t'i bëj veprimet më radikale me haptës. Unë t'isha deputet, po t'kisha fitu, do i kisha propozu kolegëve të mi, urdhëroni zotin ngujnomi në grevurie aty mrena në parlament, dhe do shikoni ju se si antarët e Partisë Demokratike, demokratët e bazës, gjithë qytetarët e ndershëm, edhe të maj, do t'kishin mbush radhët e tyre tek çadrat e Partisë Demokratike përballë parlamentit. Por kur shohin që deputetët morën rrogët, ndjekë intereset e tyre, dikush edhe bizneset e tyre, se me thënë drejtën, ti jesh opozitar, dhe të kesh 2-3 biznese, dhe të ecin mirë, të thotë që ke shkeli qiksyu nga ana tjetër e lumit. Edhe për këto të opozitët se kam vrejtje. Qartë. Unë ka mundësin me këtë hapësirë publike që ju më krijonë, ju falenderoj gjithë ato punonjës medie që demonstrojnë integritet moral para shoqërisë. Të gjithë ato zëra opozitare, edhe jashtë-partjak. Duhet të ngrihen në dobi të shoqërisë tyre, të familjeve tyre, të armës të vendit tonë. Nuk është mirë të shesim hishurit për të bërë qoka politike. Nuk është mirë të shemi portën e Durrësit që është afeksion, është dobi ekonomike, dobi strategjike. Është çdo shqiptar ka kaluar me port. Ta shemish pse se do bëjmë një port turistik. Në Dubai, ato shekët nuk kanë shem një kacollë llamarinësh me bo Dubai, para kanë bo larg. Pse duhet shemim një port në Durrës? Shumë mirë, në një vend tjetër Bregdetin, Porto Romane, ku do të qoftë, e boqëm të portën e jadeve. Por sepse ato oligarkët e Ramës thonë që në qendër të Durrësit ka ma vlerë 1 metër katror ndërtim. Sheme dhe me legët e qytetarëve bëjmë një port tjetër. Kjo është afera më korruptive e shekullit. Dhe unë kritikoj dhe opozitën që ka folur shumë pak për këtë çështje. Zoti Dika, në fakt do doja të ndalesha tek një tjetër zhvillim, tek rasti i zonjës Belinda Palluku pra zëvendës kryeministres. Kryeministri Edi Rama vetë ka deklaruar ditën e djeshme se kuvendi nuk do të shqyrtojë kërkesën e SPAK deri në vendimin e gjykatës kushtetuese. Ju si e keni parë të gjithë të zhvillim ndaj zonjës Palluku dhe nga ana tjetër, a mos ndoshta po vendoset këtu një precedent ku shumica parlamentare i vendos një pauzë, po e them në thonjza drejtësisë sa herë që çështja prek pushtetin? Shiko më i zoj, veprimi zonjës Palluku nuk duhet më rishkputur. Ajo është produkt i një sistemi të tërë që është kryu në këtë qeveri që mund të themi me plot gojën. Kjo po në rezulton një qeveri vagabondash. Kjo nuk po vjell, kjo po dhunon, kjo po merr me forcë gjërat. Nuk don me ditë fare që ekziston ligji, që ekziston populli. Sa kohë dënohesh opozita, këto duhet të rkisnin SPAK-un. Kur drejtësia po vepron dhe duhet ta falenderoj, ato janë heroj të vërtet tani të shqiptarëve, a me ndikimin e faktorën ndërkombëtar, a duke parë që është mush Kuba, ka arritur thika në Kocë dhe ato janë bërë koshient, duhet mbështet nga çdo shqiptar, nga çdo parti politike, jo t'i vemi kundra. Ato tani më ngjajnë si një hajtut i kapur në flagrancë dhe asnjë keni parë një hajtut të arrestohet pa bërë rezistencë ndaj forcës së policisë. Dhe unë ato i shoh si rezistenca e fundit që bëjnë për të mos u dorëzuar drejtësisë. Por nuk ka rrugë dalje.
janë si peshku në grep, janë nuk kanë katike, ne kanë filistojnë në vetë, të shkojnë katë të temë. Qartë. Por nga nga tjetër, zoti Dika, është vetë kuvendi ku përmes shumicës refuzon të shqyrtojë dhe kërkesën e SPAK, pra në gjithë të fazë të hetimit, apo shndrohet ndoshta kuvendi nga organi kushtetues në një mburoj politike për të gjithë anëtarët e qeverisë dhe pikërisht për rastin e zonjës Balluku? Po kjo shpjegohet shumë lehtë, moj zoj. Unë nuk e kam njohur mirë, unë njoh mirë politikën, po jo pra paskendet e politikës. Këto terremuj që erdhën në Shqipëri më shërbyen shumë për të pa disa immoralitetet pa llogariqme që kanë politikën shqiptare. Aty Edi Rama krenohet me atë shifrën kam 83-84 deputet, por nuk është i ndershëm, sepse ka ato numra 10-15 deputet vinë nga bota e krimit. Njerëz anonim që s'kan dhënë asnjë lloj kontributi në fushën e politikës kanë startuar politikë si një rrethë në qiell të hapur, pam dhe janë futur në parlament. Dhe njerëz me kontribute, njerëz me kualitete janë në Shqipëri është bler vota. Në Shqipëri janë lëvizur mekanizma shumë të turpshme. Janë shtuar da unë për shembull që visha nga Italia, rrisha deri 11 natës, nuk kishim lek me orë bukë, e merrshim një picë ndaj për gjysmë ato shkret mbështetës i mbështetëshim mua. Kurse ato shkojnë në hajën darkën gjutë kalit, thot populli, me peshk. Ato shpërndashin 100-200 euro për votë. Kanë lëviz çantët me para në për qytet. Unë thjesha atë numër në tax force në SPAK-ut, nuk hapte telefonin asnjë. Kam dhënë intervistë kësyri atëherë mas zgjedhjeve dhe s'ma mundi veshin asnjëri. E qartë. Ashtu legu më lum. Ato nuk janë deputet që shprehen vullnetin e popullit. Ato janë deputet që shprehen dhe vullnetin e krimit. Rama, do t'i vitë tërë, thotë që kam 83 mandat. Të i vitë tërë, nuk janë gjithë mandatet e ti. Janë të badhe dhe krimin në përrethe. Qartë. Zoti Dika, nga ana tjetër, vetë kryeministri shqiptar Edi Rama e shuan të gjithë veprimtarinë e SPAK të nxituar, por nga ana tjetër flet edhe për masa ekstreme, pra sa i përket çështjes së zonjës Balluku që unë përmenda. Dhe pyetja lind se kush e përcakton tashmë se kur drejtësia është e nxituar, pra është vetë ligji ai që e përcakton apo në këtë rast është pushteti politik? Unë mendoj që e përcakton sovrani zonjë. E përcakton populli kush ka drejt. Edhe qytetarët duhet bëhen gjallë. Kam dy rrugë. Edhe Edi Rama nuk duhet bëj akrobaci politike me hutu opinionin publik, megjithatë bolino media që ka Shqipëria, që e pan gjithë shqiptarët se si në paratë e vjedhura të përgjimit e Ballukut thot aja dhe lekët bolinos. Tash nuk ka katë qifën, ma kanë dalë hapës çdo gjë tash. Është qytetarët që vendosin. Rama duhet i shpjegoj popullit shqiptar, a je me korrupsionin, a je me drejtësinë. Mos bëj me hyrë në fushën e jurisdiksionit, është kompatibile, a nuk është kompatibile, a lejon kushtetuesja, a nuk e lejon kushtetuesja. Ai në radhë parë është një politik, nuk është jurist. Duhet i thotë qytetarë shqiptarë, si njëri politik, ti zotëri, je me njerëzit e korruptuar, je me vjedhjen apo je me drejtësinë. Këtë nuk po e bën. Këtë do t'i kërkojnë gazetarët e Ramës nëpër studio. Qartë. Mirë, zoti Dika, për ta mbyllur sepse kemi arritur në fund të limitit kohës, pyetja ime fundit është për lëvizjen e zotit Saliani. Si e keni parë lëvizjen e tij që ndodhi para 2 javësh dhe takimet e tij që organizoi, por kur ndërkohë ditën e djeshme ishte i pranishëm në protestë dhe deklaroi se e gjitha e lëvizja ishte për të zgjuar demokratët. Shiko, unë me të gjitha problematikat që ngren Saliani, jam dakord. Saliani ka bërë një gabim. Taktik të vogël. Grekët e lashtë kanë pas një shprehje të bukur. Kur të vjen një lajm këtë derë, thonë, më përpara më merr me vërtetësinë e lajmit, po merr me besueshmërinë e lajmëtarit. Tani zoti Saliani e ka një precedent jo për fajin e tij, për fajin e se si Edi Rama pa të vënë durët për të kapur pozitën, ajo u bë pjesë e anës gabuar të zhvillimeve, ka një precedent jo të hishëm në favor të vetës, dhe njerëzit e shfrytzuan këtë precedent. Unë kam parë komente dhe unë kam qenë pjesë e këtyre komenteve, gjithmonë vi shkopi bejsbollit me qajt hallë dhe Partisë Demokratike. Por ai para ngren problematikat e tij në takime, i ka gjithë të drejta. Ka generale që doktor Berisha mban anësh e kanë humbur tavan, kanë humbur besimin, kanë humbur mbështetjen bazë. Doktor Berisha duhet të gjejë forcë, duhet të arrijë për të ri Partinë Demokratike. Duhet marrë edhe zëret opozitar. Raporti me mendimin kundra është i dobishëm për çdo individ, për çdo qytetar, për çdo njeri me formim intelektual tek vetja.
po zvlerësove mendimin kundra, je njëri mbyllur, nuk hecën përpara në jetë. Dhe Partia Demokratike më jep përshtypjen si ku ka fryk përballet me antarësinë. Është mbyllur aty me njëritetin, nuk bëjnë llogaridhënie, nuk bëjnë takim. Si është e modeli, Edi Rama fitoi zgjedhjet dhe mori kontaktet me gjithë bazën e Partisë Socialiste nëpër Shqipëri. Partia Demokratike i humbi dhe 6 muaj humbi kontaktet me bazën. Qartë. Mirë, zoti Dika. Nuk ka thekje. E fundit, edhe një mesazh për gjithë qytetarët shqiptarë dhe më pas e mbyllim. Unë i përshëndes gjithë qytetarët shqiptarë të majtë të djathtë, me thënë drejtën, ne jemi jashtë, i duam gjithë, i duam bashkë. Natyrisht kjo nuk unifikon qëndrimet politike, i bëj thirrje njerëzve të jenë sa më pak militant dhe sa më shumë të arsyeshëm dhe përbashkues për interesat kombëtare. Mirë, zoti Dika, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet që nda sot me mua, ishte kënaqësi. Falenderoj që më dhet mundësinë të komunikoj. Faleminderit shumë, jeni mirë pritur. Ju falenderoj. Mirë, të nderuar teleshikues, ishim me zotin Skënder Dika, ish deputet në Parlamentin e parë pluralist 1991 i Partisë Demokratike dhe së fundmi më 11 maj kandidat për deputet i Partisë Demokratike në zonën e Shijakut. Këtu po mbyllim këtë pjesë të parë dhe më pas rikthehemi në pjesën e dytë.